Grevë e papritur në aeroportet e Gjermanisë anullojnë qindra fluturime. Pa njoftim paraprak, Sindikata Verdi bëri thirrje shërbimeve në aeroportin e Hamburgut që të hyjnë në grevë menjëhershme këtë të diel. Për këtë arsye janë anulluar shumë nisje dhe mbërritje të avionëve në këtë aeroport. Ndërkohë edhe në faqen e aeroportit të Hamburgut thuhet se shumë nisje dhe ardhje të avionëve janë anulluar për të dielën. Pasagerët këshillohen të kontaktojnë me kompanitë e tyre ajrore dhe të kontrollojnë rregullisht statusin e fluturimit të tyre. Në terminale, shumë njerëz kanë pritur me orë të tëra që nga mëngjesi. Grevë e papritur. Greva vjen papritur një ditë më herët se sa ishte planifikuar. Sot 280 fluturime me mbi 40.000 pasagerë planifikuan në aeroportin e Hamburgut. Ne jemi të tmerruar se sa të pamatur po vepron Verdi, ka thënë zëdhënëse e aeroportit Katja Braun. Sindikata mbylli aeroportin pa paralajmërim pikërisht në fillim të pushimeve të pranverës në Hamburg. Kështu Verdi po dëmton njerëzit në veçanti duke përfshirë shumë familje me fëmijë të moshës shkollore, tha ajo. Një zëdhënës i sindikatës shpjegoi, greva ishte nevojshme në mënyrë që ndikimi i grevës të ndihet vërtet. Dëmi tek udhëtarët është i njohur, por punëdhënësit, sipas sindikatës, duhet paraqesin një ofertë serioze ndaj kërkesës së tyre. Grevat e shumta të hënën. Greva në Hamburg ka filluar të dielën, por nesër pritet greva e 11 aeroporteve të ndryshme të Gjermanisë, ndaj udhëtarët duhet të informohen paraprakisht nëse do të realizojnë udhëtimet e tyre. Sindikatat paralajmërojnë për shkurtime masive në aeroportet në Frankfurt am Main, München, Berlin, Brandenburg, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Köln, Stuttgart, Hannover, Dortmund, Leipzig, Hull dhe Bremen. Aeroporti në Berlin ka paralajmëruar ndalimin e fluturimeve. Bern ndalon plotësisht operacionet, thuhet në informacione. Sipas vlerësimeve të deritanishme të ënën do të shkurtohen me mijëra udhëtime dhe do të preken qindra mijëra udhëtar. Ndaj aeroportet dhe shoqatat e fluturimeve bëjnë të ditur që të informoheni në kohë me gjendjen, shkruan Deutsche Welle.